Sepse do vi luftuar shumë Shkodrën dhe marrë vlerësimin dhe duart rrugë, por po largoni pa pikë. Keqardhi? Keqardhi se në mënyrë si donin ose si përgatiten me gjithë këtë javë ndeshje, besoj që deri në momentin e golit ishte e qartë që erdhën të luanin futboll, erdhën që ti dinin mballë nivell që është lider dhe nuk është fanërita të golit, dhe ishte çuna me nderin e golit që se të bëhen këtë shpjegim që në moment duhet të ishin më të kujdesshëm, se mos me topat vertikale që deri në momentin kishin marrë masat edhe në erdhi një dëshkim me që direkt në pushim. Duket sikur ka të kuptuar në mes në të për ta motivuar skuadrën deri në fundin e kampionatit. S'është vështirë për të motivuar, se ato duhet të jenë motivuar, se atë punën që bëjnë ato e kanë si fëmija këtu që 5 vjetë, 6 vjetë që ka prek verën e parë topin, ato duhet janë motivuar. Si dojmë motivuar, që si janë motivuar vetë, që presin nga unë. Ato duhet janë motivuar se e bëjnë me pasion, janë futbolista në parë. Dëgjoni, nuk e di jeni 5-6 gazetarë, kur ke fillu punën, në më thënë, zbesoj se ke dashmë më bon gazetarë, ose dikush që ka dashmë më bon gazetarë, dhe e bon gazetarë, është privilegj. Ato e kanë një privilegj, dhe paguar për atë e punë. Kush motivim? Ne duhet jemi më të qartë në disa momente që themi jemi më të përqendruar, jemi më konsistent, sepse nëse do shohim që gola që e uta i ndodhin, ja gabime individuale, ose disa momente që janë episode, nuk është që na ka dominuar njëri, jo për meritat e kreditorëve, meritat e djemves, ato që ky është motivi. Punojnë dhe kanë, që ti them kanë 5 ndeshje që të tregojnë a do të jenë pjesë të udhës për sezonin. Ky është motivimi i ato. Sa ndikoi kartoni kuq? Ndjem normal luku me vllaznisë, por mendoj që edhe mas kartonit kuq, që është interpretimi tani, nuk do gjejmë justifikime, por unë e pashi çik me qetësi tani dhe për mendimin tim nuk ishte për karton kuq. Por interpretimi i intensiteti ose intensia lojtarit, por nëse sa dëm ka për karton kuq. Se s'ka dash me i bërë, nuk kemi ekip neve aq agresiv që të marrim kartonat kuq tillë, por kartoni kuq dikon kur i ke rezultatin 1-0 kundër teje. Sepse edhe ndeshjen e tjetër që bëm me vllazit prap karton kuq, por ishte ndryshe se ishte 1-0 për ne. Edhe 4 muaj me herë larguohet me 3 pikë nga Shkodra. Edhe herë që 4 muaj me herë larguohet me 3 pikë, fituan Shkodra. Fituam Shkodra dhe donin përsëri befasurin, por donin diçka që ndoshta duket e pamundur, prandaj edhe kolegu këtu që pyeti që do të thonë ambicet dhe motivimi i një lojtari është ndeshja e rradhës. Puna që bën është naqë ta ketë pasion. Ose pati vetë ai një lojtar që nuk do me nuk e bën pyr. Ai duhet ta ketë motivimin vetë. Punja që ta drejtojë rrugën e dur, i qëllimi i dur te objektivi i dur. Të shikoni si skuadra për titull, profesor, tani drejt fundit të kampionatit është çik e kam kriju, tani mund t'jetë mendimi im, mund t'jetë mendimet e tjera, por vllaznia në rrugën e dur. Domethënë, me gjithë, si them, oscilacionet e vogla, por gjithë e kena pa gjithë klubet kanë këto oscilacione. Shkodra e pret shumë, është e njëjta gjë që mund të them edhe për ekipet e tjera, por le të fitoj më i miri, më i fortë dhe të shohim në vërtet një rehabilitet të shëndosh. Ndërkohë, në lidhje me Teutën, kjo humje sot në Shkodër, edhe ato shpresat që kanë qenë për të katërshtën e parë ndoshta s'ben akoma, janë zben akoma, por ne nuk kemi dorëzuar akoma. Se ba të në pësherë, në